Petro Nini Luarasi ishte një figurë e rëndësishme e rilindjes kombëtare, i njohur për mbrojtjen e gjuhës dhe shkollës shqipe në një kohë presionesh të forta helenizuese. Veprimtaria e tij e vendosi në konflikt të hapur me qarqe pro-greke, të cilat e shihnin si pengesë për ndikimin e tyre në jug të Shqipërisë. Vdekja e tij në gusht të vitit 1911 u shoqërua me dyshime të mëdha, pasi shumë zëra të kohës pohonin se ai ishte helmuar. Sipas këtyre rrëfimeve, helmimi lidhej me element pro-grek që kërkonin të ndalonin veprimtarinë e tij kombëtare. Në disa tregime popullore përmendet edhe mundësia që tradhtia të vinte nga persona të afërt, të përdorur si ndërmjetës kundër tij. Megjithatë, dokumente zyrtare që vërtetojnë helmimin nuk ekzistojnë dhe ngjarja mbetet e paqartë. Ajo që dihet me siguri është se Petro Nini Luarasi përballej me kërcënime të vazhdueshme për shkak të misionit të tij. Vdekja e tij u bë një plagë e madhe për lëvizjen kombëtare shqiptare. Kujtimi i tij sot jeton si martir i gjuhës dhe arsimit shqip.